Po Arta, përshëndetje, faleminderit fillimisht për respektin që Drenisa gëzon edhe nga ti dhe gjithë qytetarët e vendit. Urime festa 28 nëntorit për gjithë, po gjendëm në sheshin Adem Jashari në Skenderaj, ku tashmë kanë filluar përgatitjet e para sa i përket festimit të kësaj dite, ani pse Skenderaj festat e nëntorit i ka fillu qysh me datën 25 nëntor me një shfaqje teatrale, po ashtu dhe një shfaqje nga ansambli artistik nga Tirana, këtu në qendrën e kulturës në Skenderaj. Përgatitjet pra si që tashmë kanë fillu dhe nga pamje që ju ofron kamermani jonë në hari, ju sjellim punimet që janë duke u bërë për këtë ditë, e cila është qendra e festës, do të thotë ani pse kanë fillu ditët e mëhershme, disa aktivitete zhvillohen në Skenderaj për ndërë të 28 nëntorit. Folëm për shfaqjen artistike nga ansambli artistik Nëna Terez nga Tirana, në qendrën e kulturës, që është mbajt me datën 25 nëntor, ndërsa me datën 26 nëntor dita e shkollës Halit Geci është mbajt në Laush, duke vazhdu matutje me fillimin e festivalit folklorik gjithkombëtar Rapsodia Shqiptare. Do të ka qenë nata e parë me datë 27 nëntor dhe ka vazhdu tutje edhe do të vazhdoj sot me datë 28 nëntor, që është nata finale ku edhe ndahen çmime. Sot me 28 nëntor këtu në Skenderaj në ora 10 do të ketë homazhe institucionale, cilat sigurisht jemi mësuar si çdo vit tjetër që të vinë krerë të institucioneve të bëjnë nderime të kompleksi memorial Adem Jashari, po ashtu edhe zhvillohen takime të rëndësishme në Skenderaj. Këtu në Skenderaj po ashtu është organizuar edhe një maraton vrapimi, që quhet vrapimi nëntorit, e cila do të nisë në ora 9. Piknisja e kësaj maratone është në kompleksin memorial Adem Jashari dhe përfundon këtu në këtë pistë vrapimi. Do vazhdojnë të ketë po ashtu edhe ceremoni zbulimit të obeleskut të QK-s këtu në sheshin Adem Jashari. Aktivitetet do vazhdojnë me ceremoninë e zbulimit memorialit vallëzimin nëntorit dhe do të përfundojnë me natën e fundit pra të festivalit folklorik gjithkombëtar Rapsodia Shqiptare në qendrën e kulturës këtu në Skenderaj. Nga pamjet se si po shihni edhe qyteti është zbukuruar me flamur kombëtar dhe flamurin e Kosovës. Qyteti është i pastër dhe po pritet që shumë qytetarë të festojnë 28 nëntorin, ditën e flamurit, për vjetorin e pavarësisë Shqipërisë, ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari, po ashtu dhe daljen për herë të parë të UÇK-s në Skenë, gjë për cilën aktivitetet shumë ta ka pasur edhe ditën e djeshme në kazermen Adem Jashari në kryeqytet, po ashtu dhe kazerma të tjera të FSK-s, të cilat janë vizituar nga qindra vizitor, kryesisht nxënës të shkollave, cilët me krenari kanë mësuar për lirinë e vendit, për sakrificën që është bërë për këtë vend. Dhe sigurisht jemi kënaqur edhe ne, gjeneratat e luftës, duke i parë fëmijët lumtur e të lirë duke festuar. Nga këtu unë kaq kisha informacione, do vazhdojmë të imrohemi pas pak nga prekazi legjendar, atje ku pritet, po ashtu të ketë shumë vizitorë nga gjithë Kosova dhe edhe më larg sigurisht, që vinë vizitojnë kompleksin memorial Adem Jashari. Nëse nuk keni pyetje Arta, unë do ndahesha nga këtu për të vazhdu tutje rrugën drejt prekazit. Po Arlinda, të falenderoj shumë për këtë lidhje direkte dhe sigurisht i kishim mëse të nevojshme edhe këto informacionet për agjendën që do të zhvillohet sot për ditën e 28 nëntorit në Skenderaj dhe sigurisht tek prekazi heroik ku realisht sot më shumë se kur